Unë sot duhet një analizë elektorale, jo një wishful thinking. Me siguri të plot që fryma absolutisht ekziston, qytetarët Vlonjat dhe të gjithë qarkut në cilin ne kemi pasur mundësin të... Ata që se kanë shpinë në Lungomare. Po Vlora nuk është vetëm Lungomare, as bulevardi Vlorë Skel. Vlora është një qark me një shtrirje të jashtëzakonshme, është Bashkia Selenic, janë komunat cilat janë bashkëlidhur pas reformës vrastare, po themi territoriale, e vitit 2015, për cilën duhet pranuar që edhe ne si opozit kemi përgjegjësitë tona, pasi e kemi abandonuar, po themi, ose nuk kemi morën pjesë në atë reformë, në cilën Rama e përvetsoi, ashtu siç përvetsoi edhe zgjedhjet në vitin 2019, kur prapë përsëri opozita autoroheq nga zgjedhjet vendore, por për të ndëntur për të qëndruar tek pyetja juaj, u mund t'ju them me siguri plot që sot në qarkun e Vlorës fryma absolutisht e qytetarëve është një frymë pozitive e cila ndeshet në çdo takim dhe në çdo shtrëngim duash, në cilin qytetarët, jo vetëm ata që janë antar të Partisë Demokratike dhe simpatizantë të opozitës shqiptare, por mund t'ju them me siguri plot që edhe njerëz të paangazhuar deri dje me politik, madje edhe socialist, të cilët ne kemi kontaktuar dhe kemi përshëndetur gjatë këtij rrugtimi, të cilin dua ta theksoj ka filluar për ne si Parti Demokratike që prej janarit, dhe nuk është vetëm fushata, po themi, e zhvilluar në ligjore, në kuadrin ligjor, dhe mund t'ju them me siguri plot që fryma është absolutisht pozitive në favor të opozitës shqiptare për të bërë, thash dhe një herë, ndryshimin e nevojshëm, sepse edhe uji po të ri, Flavio, absolutisht që prishet, edhe uji i ndënjur qelbet. Përveç se në Vlorë që uji sa më i qelbur teta aq më shumë kushton. Po sepse ky ishte super batute këshilltarit bashkiak të opozitës, ta na e bë tuaj si kantin vera. Po dakord, shiko, këto janë pjesë atyre batutave që ndodhin shpesh edhe në atë politikën e vogël, po themi lokale, por unë mund t'ju them që tek pjesa e ndotjes është absolutisht e vërtet, sepse ne kemi një impiant të përpunimit të ujrave i cili është investuar gjatë kohës së Partisë Demokratike në 14 apo 15 milion euro, i cili nuk është neeficient sepse nuk paguajnë energjinë elektrike, pushteti vendor. Dhe po patjetër. Dhe të gjitha ujrat e ndotura, po, dhe të gjitha ujrat e ndotura nderdhen në gjirin e Vlorës. Janë të paktën 5 apo 6 pika kryesore, të cilat përsëri në atë pjesën më të bukur, po themi që Rama, po themi, e ka si pjesë të reklamës së tij në të gjitha ato videot e shkurtra që transmeton nga qyteti i Vlorës, që është pjesa e Lungomares, janë të paktën 5 pika në të cilat përsëri derdhen ujrat të ndotura në gjirin e Vlorës. Janë problematikat janë të shumta, Flavio, në qytetin e Vlorës. Unë mund t'ju them me siguri që e gjithë pjesa rurale është e lënë jashtë arresës, qoftë nga pushteti vendor, qoftë nga pushteti qendror, është për të ardhur keq kur ti... Një sekond, më lejoni ta bëjmë analizën elektorale kështu. Fshatrat e Vlorës nuk kanë rrugë.